Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme kemi një intervistë ndryshe. Me ne është bashkuar deputeti i Partisë Socialiste në qarkun e Lezhës, zoti Ermal Pacaj. Zoti Pacaj, faleminderit shumë që jeni me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Deputet, do të jetë një intervistë që do të fokusohet tek ju. Ju jeni në mandatin tuaj të parë. Qyteti i Lezhës është ai që ju karakterizon, aty keni lindur, aty jeni rritur. Sa ka ndikuar ky qytet në formimin tuaj? Të çfarë do lloj? Atëherë, në fakt, unë kam lindur në fshatin Ilu Shëngjin, që është diçka te 2.5 kilometra prej Lezhës, edhe arsimin fillor e kam bërë atje. Edhe që t'i përgjigjem drejt për drejt pyetjes sate, ka ndikuar jashtëzakonisht shumë në fakt. Një ndër gjanat që më ka bërë të kuptoj është momenti që unë nga arsimi fillor që bën një fshat me rreth 1500 banorë në atë kohë, e pastaj vin qytetin e Lezhës, në një qytet tjetër me rreth 20.000 banorë. E pastaj që arsimin e lartë e bën në Universitetin e Tiranës, që shkoi në një qytet tjetër që përkohën mund të kishte diku te 500.000 banorë. Mësoj të kuptoj edhe të marr të krijoj një filozofi e cila do të më shërbej për gjithmonë. Pra praktikisht që ti do të marrësh gjanat hap pas hapi, avash që shkosh deri te e madhja. Edhe kjo ka qenë në fakt një kronologji e jashtëzakonshme e cila më ka formsuar totalisht qoftë karakterin tim, qoftë sjelljen time, edukatën, edhe gjithçka tjetër. Pra praktikisht nuk është diçka jashtë njerëzore, është diçka tepër njerëzore. Në fakt karakterin për ta formuar karakterin e njeriu ndikon gjithçka, por më shumë se asgjë tjetër, përveç prindërve, shoqërisë, është edhe vendi, ambienti që na rrethon. Siç thoshte Gintet, si ne jena qendje sociale dhe që të mbijetojmë duhet ndërveprojmë me ambientin që na rrethon. E normalisht që pastaj asgjë më shumë se sa vendi, njerëzit, rrotull, edhe ajri dhe pemët ndikojnë këty. Kështu që po, shumë kanë ndikuar. Lezhë njihet për historinë, deputet, traditat, njerëzit punëtor, cilat janë mësimet më të rëndësishme që keni marrë nga vendlindja? Normalisht di të them, këto nuk janë karakteristika vetëm të Lezhës. Këto janë karakteristikat që na përfaqësojnë ne si kom. Shqiptarët janë një popull punëtor, janë një popull shumë kërkues, e kjo tregon edhe veprimtaria e tyre jashtë kufive të Shqipërisë. Edhe normalisht që ajo që kam marrë nga Lezhë edhe nga Shqipëria është fakti që janë një shqiptar i mirë. Po ashtu, deputet, ju zgjodhët që të studioni për psikologji, çfarë ju shtyu drejt kësaj dege dhe si ju ka ndihmuar në drejtimin e institucioneve, po ashtu edhe në politikë? Që të them drejtë, nuk e di të them fikse çka ka ndodhur, as zgjodha unë psikologjin apo më zgjodhi psikologjia mua. Ka qenë viti 2004 kur fillova studimet për psikologji në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Shkencave Sociale. Dhe ka qenë viti i fundit i atij sistemi që ne e quajmë atëherë sistemi rus, sepse në 2005 hyri sistemi i Bolonjës, pra sistemi 4 vjeçar që ishte shkolla me konkurs. Edhe mbaj mend që kam pas konkuruar në disa deg, edhe pa ta fitu gazetarin, pa ta fitu historin, pa ta fitu psikologjinë, edhe drejtsinë, po drejtsinë pa ta fitu në Shkodër. Edhe me thënë të drejtën, unë pa ta fitu si arsim shkencat politike. Por nuk e di sepse në një moment të fundit të regjistrimit, unë e kisha mundësinë për ta ndrruar si deg, sepse ishte preferencë e dytë. E para ishte shkenca politike, e dyta ishte psikologjia. Edhe unë gjeta një student tjetër aty nga Gjirokasta që rënë dakord ta mbrojmë psikologjinë. Edhe nuk e di se si përfundova në fakt te psikologjia. Thjesht ka qenë një zgjidhje e momentit, fare e menduar, shumë më përpara, apo pastaj ndodhi që unë isha shumë komod me atë deg të fakultetit. Edhe që jam i diplomuar edhe sot. Them drejtën për sa i përket pjesës së karrierës politike, nuk është se më ka ndihmuar diçka, sepse nuk është dega apo arsimimi që të jep ty një janë komplet konjunktura të tjera, mendoj unë, kurse sa i përket pjesës së marrëdhënieve, në fakt kam qenë me fat që jam një nga njerëzit që ka dalë student dhe ka dalë i diplomuar për psikologji. Është një degë e cila të përfshin totalisht, është një degë që të bën të mendosh që ti të zjarrësh anët e tua më të mira, bën një degë që të mëson të komunikosh më shumë se asgjë tjetër, më shumë se asnjë degë tjetër. Edhe unë e klasifikoj veten me fat në fakt që kam qenë pjesë e atij fakulteti dhe atij universiteti. Edhe për sa i përket pjesës së marrëdhënieve me politikën, di të them që nuk më kanë ndihmuar për sa i përket
pjesës së ecjes dhe rrugtimit tim politik, por ama ndoshta indirekt, sepse më ka bërë një njeri më të qetë, më të edukuar patjetër, edhe më të formuar patjetër. Para se punon në administratën publike, keni punuar edhe në sektorin privat, një përvojë ndoshta shumë e rëndësishme e juaja, që ju ka ndihmuar si në karrierën e mëvonshme, ashtu dhe në atë periudhë, apo jo? Sa e rëndësishme është ta nisësh në sektorin privat fillimisht për të mësuar të gjithë hilet e punës, ku thuhet në gjuhën popullore, dhe për të qenë shumë herë më i ditur, shumë herë më i gatshëm në momentin që përballesh me administratën publike, njëjtë siç keni bërë dhe ju. Shive, puna pare ime ka qenë unë nuk e di, i kam pas mbush 20 vjeç në fakt, kur kam filluar një punë me rrogë. Ka qenë punë private, një eksperiencë që zgjati diku të 6-7 vjet, edhe atje çuditërisht si gjithçka tjetër që unë kam lundruar në këtë jetë, di të them. Ka qenë një punë që e kemi fillu bashkë me unë që isha menaxheri bashkë me 3 punonjës, që pastaj kur mbaroi, pas 6 viteve që unë shkuta nga ajo punë private, isha unë me 48 punonjës. Pra praktikisht edhe ajo më ndihmoi të marr gjërat shkallë. Edhe ka qenë një eksperiencë jashtëzakonisht e vlefshme për mua. Edhe normalisht që pastaj paralelisht me punën private, unë kam qenë edhe sekretar i këshillit në këshillin e komunës Shëngjinit. Kisha një biznes tjetër pastaj që kisha marrë me qerat që funksionote një bar në qendër të qytetit. Pastaj edhe pjesën e punës si menaxher në një kompani hidrokarburësh, pra kanë qenë 7 vjet, do shta ditë them, më dinamike të jetës time. Kanë qenë 7 vjet që puna fillonte në orën 6, edhe mbaronte në 2 natës, 3 natës, gjithmonë me ata pauzat e veta, por një punë që më ka shiju shumë, por më shumë se sa më ka shiju më ka mësuar në fakt. Edhe normalisht të patë eksperiencë, patë dinamik që kisha në sektorin privat, patjetër që jam totalisht i bindur që s'do të kisha dalë pastaj as për qenë pjesë e administratës publike. Nuk janë absolutisht natyra të ndryshme punësh, janë punë të dyja. Edhe të dyja punë pastaj me të dyja punë do të mësosh të përballesh me ngarkesën, duhet më shumë se asgjë tjetër me përgjegjësinë, edhe pastaj më shumë se asgjë tjetër me marrëdhëniet që do përjosh me të tjerë. Qoftë me njerëzit me të cilët bashkëpunon, e qoftë me njerëzit që u jep shërbim. Qoftë këta si klient biznesi, apo qoftë këta si qytetarë të cilëve do të detyrohesh të japësh shërbimin. Edhe unë nuk kam ditë ta ndaj, edhe nuk kam dashur ta ndaj asnjëherë këtë gjë. Kam marrëdhëniet me njerëzit, kam marrë të dyja një herë njësoj. E normalisht, për të përgjigjur konkretisht pyetjes tate, nuk do kisha mujt për me pas një mbarvajtje të punëve në shërbimin publik, në qoftë se do të kisha pas atë eksperiencë e cila erdhi shkallë në sektorin privat. Jeni atachuar në disa institucione teje të rëndësishme dhe me përgjegjësi, sa sfiduese ka qenë ajo periudhë për ju? Të them drejtën, varet se gjithë secili prej institucioneve ka pas ato dinamikat e veta, ka pas dinamikat ndryshme. Në qoftë se flas për dinamikën time të parë, që ishte edhe kjo postimi nga sektori privat, sektori shtetëror, ku kam qenë te fondi sigurimeve të kujdesit detyrueshëm shtetëror, ISKSH-ja si quhej. Pra praktikisht aty për një herë që unë fillova punën, pavarësisht se drejtori rajonale, politikat i orientote drejtoria e përgjithshme, Ministria e Shtetësisë, edhe kemi qenë pjesë e atyre unë i quaj revolucione të mëdha që ndodhen atje në sistemin shëndetësor. Qoftë siç ishte check-upi i falas, receta elektronike, pra ishin politika shumë avangard të kohës, që në fakt u do të shumë punë dhe është dash shumë punë, sepse paralelisht ishin edhe 2 politikat sulmuar jashtëzakonisht shumë nga opozita kohës, që i quan thuajse deri në fillin e dështuarës, thjesht nga anetemimi politik që i bëhet. Dhe ajo ka qenë një sfidë jashtëzakonshme për shku pastaj deri në pjesën që qytetarët ndërgjetësuan, qytetarët filluan ta dinin se sa rëndësishme është kapja në kohë problematikave, se sa rëndësishme është check-upi, analizat për qytetarët, edhe kjo ka qenë një përveç se një reformë jashtëzakonshme, një punë jashtëzakonshme për ta bërë pastaj atë çka është sot. Se sot qytetarët janë të ndërgjegjësuar, që ajo histori ka qenë jo vetëm një histori suksesi, por ka qenë një histori jashtëzakonisht e domosdoshme. Pastaj për shkurt e pjesa tjetër, pra që mos hyn detaje teknike, jo vetëm pjesa e recetës elektronike, por edhe pjesa e rimbursimit të listës së barnave, të seleksionimit, të gjitha notat që ne, dhe dinamika e komunikimit që ne pastaj kishim me
drejtorinë e përgjithshme dhe Ministrinë e Shëndetësisë, kanë qenë shumë të vyeshme dhe kanë qenë sfida e jashtëzakonshme. Pra nëse e marrim në të parën. E pastaj nëse ti marr gjitha radhë për radhë, do ngelemi të flasim vetëm për institucionet, po mendoj që duhet kalojmë te pyetja tjetër. Në qoftë se i përmban si buxhet. Ndryshe pastaj mund t'i lakoj gjitha një nga një, nuk është problem. Patjetër deputet, porti i Shëngjinit, drejtues keni qenë një ndër, përgjegjësi e madhe, po ashtu një frymë ekonomike që jep dhe gjallëron qytetin. Në të drejtën, puna si administrator i portit Shëngjinit ka qenë ndoshta mund ta seleksionoj si punën më të mërzitshme që kam bani herë. Edhe kjo jo për faktin se aty s'kishte punë, po për faktin se aty s'kishte vëmendje. Porti i Shëngjinit vazhdon të jetë ashtu prapë sot. Pra praktikisht që porti i Shëngjinit funksiononte me dinamikën e vet, ashtu si duhet funksionojë një port. Që kur hika unë, kishte nevojë jashtëzakonshme për investime. Edhe jo investime, kishte nevojë jashtëzakonshme për investime, por jo për investime të jashtëzakonshme. Pra praktikisht, jo për gjëra që rëndoshin shumë buxhetin e shtetit. Nëse porti duhet shkote edhe të bëte atë punë që ka sot, pra port i transportit në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, normalisht që duhet kishte mjete për të bërë përpunimin e mallrave. Normalisht që duhet kishte fonde për të thellu basenin ujor. Këto historinë atëherë kur isha unë drejtori i portit nuk ndodhen, nuk ndodhi pas të drejtori që erdhi më pas dhe sot që ne flasim ai port nuk ka pas asnjë investim për sa i përket pjesës kësaj. Kështu që praktikisht në momentin që ti nuk operon dot për shkak të pamundësive për të operuar, por më thënë drejtën, ajo është një histori që tashmë Shëngjini është zhvilluar, ka marrë një tjetër dinamik të turistike dhe ai port unë mendoj që avash duhet jetë një port turistik, port i jateve, i cili do i shërbej turizmit, edhe vetëm turizmit, sepse në Shëngjin nuk ka vend për të dyja, edhe për turizmin edhe për transportin. Deputet Pacaj shërbyhet më pas 4 vite si zëvendës kryetari i Bashkisë së Lezhës. Aty u mësuat më shumë me problematikat që ka qyteti, e po ashtu keni punuar në krah të duhet thënë një personi që në Bashkinë e Lezhës ka vite tashmë që është kryetar bashkie, siç është edhe Pierin Dreu. E vështirë, duke qenë se një ish ushtarak, një ish person i atashuar në polici, ishte në krye të qytetit dhe ju ishit bashkë në formën e bashkëpunëtorit? Nuk e ndaj dot në dy momente, domethënë ka pas vetëm një moment. Marrëdhënia ime me Pierin Dreun ka qenë shumë e mirë më përpara se ai bëj kryetar bashkie gjatë kohës, që ai u bë kryetar bashkie edhe pas edhe tani që ai është kryetar bashkie, por unë jam dikun tjetër. Ato 4 vite me thënë të drejtën kanë qenë vitet më dinamike të një pune në jetën time. Më ka mësuar shumë Bashkia e Lezhës, ka qenë jashtëzakonisht edhe kënaqësi të punosh në Bashkinë e Lezhës. Pra, ato dinamikat, ato ulëngritjet, problematikat, edhe gjithçka tjetër janë të jashtëzakonshme për gjithë kanë, por ama kur dikush e bën tek te vendi vet, e bën te vendi ku është lehtë, ku është rritë dhe duket se është i vëlidhshëm, është edhe kënaqësi pastaj. Edhe duke llogarit lodhjen që më ka dhënë puna si zëvendës kryetari i Bashkisë Lezhës, duke llogarit lodhjen që më ka dhënë ajo punë, por duke e hunë peshore pastaj me kënaqësinë që t'jep, absolutisht ka qenë puna më e bukur që kam bërë herë. Edhe për sa i përket pastaj pjesës tjetër të vështirësisë, unë Pierin Dreu më kanë zgjedhur që të jem kryetar bashkie dhe kemi hyrë në bashki bashkë për një ditë. Pra ditën që Pierin Dreu është betuar si kryetar bashkie, unë kam hyrë me atë dhe kam qenë shumë ngushtë në këtë punë me kryetarin e bashkisë. Edhe normalisht pastaj që ajo ka edhe lehtësirat e veta se kur e kap trenin sa niset je shumë komod. Edhe kemi kalu jashtëzakonisht sfida të mëdha, qysh tek tërmeti i 2019-s, koha pandemisë, histori shumë të mëdha në fakt që me iniciimin e kryetarit, me iniciimin e Pierinit, e kanë transformuar Lezhën. Edhe unë ndjej shumë kënaqësi që kam qenë pjesë e asaj skuadre. Edhe me thënë të drejtën, kajherë mua dhe bashkinë na merr malli për njëri tjetrin, sepse koha që ne kemi kalu ka qenë jashtëzakonisht e bukur, por shpresoj edhe besoj të ketë qenë edhe e volitshme.
edhe të hyjë te ata njerëzit që kanë bërë diçka këtu. Tashmë deputet, ky kapërcim përgjegjësi, vështirësi, kënaqësi, nuk ka ndryshuar asgjë. Ndoshta kjo është një problem i imi, sepse në fakt diçka duhet kishte ndryshu, por në fakt nuk është ka ndryshuar asgjë te unë për sa i përket ndjeshmërisë. Të them të drejtën, është kur e mendon është një lloj krenarie, mos ta mohoj fakti që je përfaqësues, përfaqësuesi i drejt për drejt përfaqësuesi i popullit, deputet është fjalë e madhe. Por ama duhet të dim edhe se në 35 vjet në këtë vend, legjislaturë pas legjislature, ka pas një kast deputetës që kanë punuar në mënyrën më spektakolare që të vije pastaj në 2026-ën edhe deputeti të jetë njëri qoftë i gjykuar, qoftë i paragjykuar, si njëri jo korrekt, si njëri që abuzon, si njëri që në fakt sot i atribohen shumë gjëra që une jo që nuk i kam, edhe ne shokët e mi, shoqet që kemi aty jo që nuk i kam, por ama është totalisht pa drejt që kjo gjë ndodhi, edhe me ditën që kam vu kamën aty në atë institucion përfaqësues e kam ndjek këtë paragjykim, që në fakt është edhe gjykim, sepse në fund ditës asgjë nuk është e shpikun, por është shumë e padrejtë që ne të jemi përballë kësaj. Edhe kjo më ka bë ndoshta çik më të përulun, edhe të shikoj gjërat i çik më thjesht, sepse ne kemi detyrë komplet tjetër nga ajo sa pritet. Ti je deputet, nuk do të thotë që të shtrosh rrugën para njëri që s'ka rrugë. Ti je deputet, nuk do të thotë që të bësh gjithçka që pritet nga deputeti, por në fakt deputeti është diçka tjetër. Deputeti ka për detyrë, është legjislativ, ka për detyrë që të rregullojë ligjet që të jenë shërbim të qytetarëve, të shohë bazat ligjore, doja mendime ligjore. Edhe gjithë dinamika që kemi pas ne për gjatë gjithë kësaj kohe ka qenë përafrimi i ligjeve me ligjet e Bashkimit Evropian për të plotësuar dhe grup kapitujt pastaj për sa i përket të rrugëtimit të integrimit bashkisë të Shqipërisë në BE, siç ka qenë edhe është edhe projekti kryesor dhe ajo me çka cilën ne u zotuam për gjatë fushatës, dhe kryeministri, kryetari i partisë Zoti Rama, u zotua gjatë fushatës të 2025-të, që pastaj morëm edhe 83 mandate. Pra ka qenë shumë e rëndësishme për ne kjo historia. Edhe gjitha këto dinamika e bën deputetin të jetë një gjë tjetër. Pra deputeti nuk është ai personazhi që në fushatën elektorale del dhe thotë do bëjmë këtë rrugën, që çuditërisht në fakt unë sa herë në fushatën deputetit këtë vishin e bashin. Po në fakt kjo nuk është detyra e deputetit. Detyra e deputetit është komplet tjetër gjë. Edhe është shumë e rëndësishme që komplet kjo legjislaturë ka një punë të jashtëzakonshme jo vetëm për të bërë punën e përhershme, e jo vetëm për të përmirësuar ligjet, edhe jo vetëm për të përfaqësuar dhe për t'i dhënë rrugëtimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por po është e rëndësishme unë shoh se kjo legjislaturë, qoftë të majtët, qoftë të djathtë, qoftë të qendrës, qoftë të ekstremit majt apo qoftë të ekstremit djathtë, gjithë përfaqësuesit që janë në parlament, punën më të madhe që kanë aty kanë për të ridimensionu figurën e deputetit. Deputeti është komplet diçka tjetër nga ajo që flitet, ajo që jepet nëpër media, ai bullizim që i bëhet në studiet televizive, edhe gjithçka, pra ka ndryshuar totalisht dimensioni i deputetit. Deputeti është komplet një njeri tjetër, por ama që nuk ka nevojë të hajë barazhën e 30 e ca kusur vjetëve të punëve të padenja të X apo Y deputeti në vitet e kaluara. Qartë, po deputet, ju e thatë që është komplet tjetër punë, por teksa jeni përballur me këtë realitet, ka ndryshuar komunikimi juaj me qytetarët, me njerëzit, me mbështetësit, pra krahasuar me kohën që ju keni qenë si zëvendës kryetari i bashkisë, duke qenë se atëherë kishit ndoshta më shumë në dorë në nivel lokal se sa tashmë, duke qenë se detyra juaj është propozoni vetëm më shumë ligje. Si i bindni, si i bëni që të kuptojnë se cila është detyra juaj dhe çfarë keni ju në dorë?
Shiven, kjo është një histori që nuk bëhet dot në një ditë. Unë kështu kur e thash më përpara, në fakt kur bëra hyrjen në përgjigjen e pyetjes që ti më bëre, thash pikërisht këtë histori që mua nuk është ndjej që ka ndryshuar diçka, sepse unë vazhdoj e bëj prapë njëjtën gjë. Edhe normalisht që komunikimin nuk është paksuar, vetëm është shtuar. Edhe siç e thash më përpara, unë kam pas një karrierë e cila ka ardhur asnjëherë me hapin mbrapa, gjithmonë me hapat përpara, por gjithmonë në rritje. Edhe normalisht që ngarkesa ka ardhur komplet natyrshëm, edhe sot. Edhe gjithë ky diskutimi që kam me qytetarët, gjithë ky diskutimi që kam me miq, me shok, gjithë ky diskutimi që kam me njerëzit e Partisë Socialiste këtu, gjithë diskutimi që kam edhe me të tjerë të subjekteve të tjera politike. Normal që sillet rreth problematikave, edhe unë nuk është se s'po e bëj atë. Por ajo që thash unë është se në fakt është komplet diçka tjetër detyra e deputetit. Pra nuk e thash që nuk po e bëjmë. Thjesht e thash se duhet të shkojë gjithçka në vendin e vet. Pra gjithë secili duhet të bëj punën për cilën është besuar të bëjë. Ajo që di unë është se sot për shembull, që të jemi sinqert, po ndodh, edhe nuk është asgjë tjetër përveç se e vërtet kjo që po them unë. Një dinamikë zakonshme punësh, qoftë në infrastrukturë, qoftë në bujqësi, qoftë në turizëm, që ty të lënë vend shumë pak që ti me ngrit ato problematika kur s'ka problematika. Tash nuk është detyra e deputetit të shkojë atje dhe të thotë është prish një gomë, një ndarse e urës, është prish goma e njerit në makinë. Nuk është problemi i deputetit për me thënë që nuk është hap kanali, domethënë janë hap 700 metra kanal, por nuk është hap një 50 metra kanal manena. Pra, deputeti nuk është me thënë që nuk i ka bërë vizë pula filani. Deputeti është për diçka tjetër. Pra, këtë po mundosha me thënë, këtë po desha për me diskutu. Pra, kur nuk ka problematika madhore, për të zot themi ne kur rastet e emergjencës, të zjarreve, të përmytjeve, kjo janë histori që praktikisht janë edhe njerëzore më shumë se sa detyra funksionale. Por ama, deputeti ka komplet objektiva të tjera që të jetë i volitshëm përpara se të shkojë në punë të cilat edhe nuk e ka si objektiv për t'i kryer, por ama nëpërmjet ndikimit vet mundet për me kry. Por ama ato energji mundet me kanalizu në problematika të tjera më të mëdha, diskutime të tjera më të mëdha, sepse unë mendoj që ka detyrë tjetër. Duke parë që plazha është një nga atraksione kryesore turistike si në këtë sezon, por jo vetëm, ajo që është e rëndësishme është që shëngjini me gjithë gjërat e saj e ka mundur që të ruajë një lloj standardi se i takon mos abuzimit të çmimeve. Si ka arritur Lezhë që të ruajë këtë lloj standardi, çfarë ka ndikuar dhe sa e rëndësishme është kjo për turistët si vendas ashtu edhe për të huaj që të gjenë një plazh i ofron të gjitha, por me çmime të arsyeshme dhe tepër komode. Ajo që nuk e di, që mos t'jem i padrejtë në këtë, nuk e di të paktën atë çka shoh, nuk shoh një strategji të mirëfillt të njësive të veçeverisë vendore bregdetare dikun tjetër, nuk shoh atë çka ndodh në Lezhë. T'jemi sinqert. Në Lezhë, edhe unë që atëherë kur isha në zonën zyrtare bashkie, po edhe sot për çdo fillim sezoni, sepse po flasim për pjesën e asaj që dokumentohet në rrjetet sociale, sepse kjo mund të ndodhe, por ndoshta të tjerë nuk e dokumentojnë në rrjetet sociale. Bashkia e Lezhës, kryetari i bashkisë në mënyrë dinamike bën takime me biznesin, edhe të themi të drejtën, sa e madhe është merita e leadershipit bashkisë, kryetarit bashkisë që kjo të ndodhi, është në fakt edhe biznesi që i përgjigjet. Pra, në lidhje me biznesin, në fillim sezonit turistik, ku diskutohet jo vetëm për pastrimin, jo vetëm për shazllonet, për ndarjet, jo vetëm për akomodimin, por ama diskutohet edhe për çmimet, edhe për limitet. Bashkia e Lezhës i ka me vendim të Këshillit të Bashkisë çmimet tavan edhe dysheme për shazllonet për shembull. Pra, por gjithmonë duke pas një komunikim të arsyeshëm mes biznesit edhe shtetit. Normalisht që këtu bën pjesë edhe taksimi. Edhe taksimi i bashkisë ka qenë në një vijë shumë normale që nuk i ka rënduar, sepse kjo e gjitha reflektohet pastaj tek qytetarët. Infrastruktura që është bërë, hyrje daljet, pra që i ka dhënë mundësinë që Shëngjini mos jetë vetëm në një pjesë edhe këtu
këtu kushton kaq e këtu kushton kaq, por të jetë gjithkund e njëtrajshme. Pra sot po shkruaj në Shëngjin, ti nuk e din ku është qendra në Shëngjin. Sepse Shëngjin është qendër nga fillimi në fund. Pra te pjesa punës, te pjesa ranës helme, pra në të gjithë secilin prej këtyre, ti pastaj ke gjitha mundësitë e zgjedhjes. Qoftë një shazllon që bën 5.000 lekë, qoftë një që bën 7, qoftë një që bën 10, qoftë një që bën 15, në varësi pastaj sepse ata kanë edhe cilësinë, kanë edhe disa gjëra të tjera që i vendos tregu. Por ama që të ketë një ekuilibër, e cila nuk e bën Shëngjinin që të jetë një vend që të gjykohet si shtrenjtë, se para gjykime ka pastaj, atë janë historinë të tjera. Por që gjykohet si shtrenjtë, por ama të jetë seriozisht standard, është fakti i një kombinimi jashtëzakonisht mirë, një frymë të jashtëzakonshme komunikimi dhe ndërtimi së bashku një strategji për turizmin dhe për mbarvajtjen e punëve mes Bashkisë së Lezhës edhe biznesit që atje operon. Ka ndihmuar pjesëmarrja e Bashkisë së Lezhës në panajëre të ndryshme të turizmit në mënyrë për të thithur sa më shumë turistë dhe për të ofruar një paketë gjithëpërfshirëse, siç e kemi parë që Bashkia e Lezhës në muajt e kaluara, sidomos në muajt e pranverës, ka qenë në disa panajëre ndërkombëtare të jetë të njohura dhe ka ofruar të gjithë paketën e saj. Kjo është pjesë e një strategjie që në 2019 në fakt ka filluar në Bashkinë e Lezhës. Normalisht më përpara kemi pas të bëjmë me një lloj promovimit thuajse informal. Pra, thjesht kemi dalë në për intervista, qoftë drejtuesit e kohës, atëherë kemi thënë që Shëngjini është i mirë dhe kaq. Edhe pastaj ka ndryshuar komplet dinamika. Normalisht kjo është histori edhe te prioritetet që jep, qoftë edhe me zërat buxhetor. Pra praktikisht në momentin që Bashkia e Lezhës në një forme e vën në objektiv promovimin, qoftë në mediat kombëtare, qoftë në mediat ndërkombëtare, qoftë në rrjetet sociale, qoftë nëpërmjet panajireve, qoftë personalisht vetë kryetari i bashkisë duke ezauruar duke ezauruar njohjet personale, duke vënë dispozicion. Për shembull kemi pas një moment që ka prej biletën edhe ka ikë në Norvegji për t'u thënë atje në një lokalitet atje për t'u thënë se sa i bukur është Shëngjini, sa i bukur është Talja. Pra normalisht këtu ka një konkurrencë të jashtëzakonshme edhe po se pati vëmendjen e duhur nuk ka reklamën e duhur. Por Shëngjini e gjitha ajo që ka paraqet Shëngjinin qoftë në panajire, e qoftë në media, ajo reklam është gjithçka e vërtetë. Ka bërë pastaj që Shëngjini sot besoj se nëse e llogarisim për numër banorësh apo për metër katror, Shëngjini besoj se mund të jetë nëse jo i pari ndër 3 të parët e të frekuentuar. Është jashtëzakonisht bukur kur sheh atje jo vetëm një fluks vizitorësh, por shef atje që gjithçka shkon mbar. Edhe janë të kënaqur edhe pushuesit, turistët, janë të kënaqur edhe bizneset, është e kënaqur edhe bashkia, është gjithçka pastër. Me thënë të drejtën është një imazh i bukur jo vetëm i Lezhës turistike, por i Shqipërisë turistike. Dhe Shëngjini është një gur jashtëzakonshëm edhe shumë i rëndësishëm i xhevahirit turizmit në Shqipëri. Deputet, po ndryshimin në infrastrukturë, lidhja me Tiranën një kohë më të shpejtë ka ndikuar në këtë aspekt? Shive, një aks jashtëzakonisht i rëndësishëm për sa i përket pjesës së komunikimit infrastrukturor ka qenë aksi Tuman Kashar. Që në fakt ka shkurtu jashtëzakonisht shumë, sepse ne marrëdhëniet me Tiranën i kemi të thuajse një pjesë ka thuajse të përditshme për shumë arsye. Edhe pastaj pjesa që ne presim investimi i rrugës nga Shëngjini deri në Velipoj, bypassi i Shëngjinit, pastaj që është nga Lezhë deri në Shëngjin që lidhet pastaj me rrugën e Shëngjinit me Velipojën. Është një investim mjaft i rëndësishëm që jo vetëm e zgjeron hartën e frekuentimit në Shëngjin, por jep një tjetër dinamik atje. E sa i përket pjesës tjetër, pastaj sot jemi në fazën ku është kualifikuar një kompani e cila do të ndërtojë aksin shumë të rëndësishëm Milot Baldren, që pastaj besoj dhe shpresoj që ajo do jetë edhe ajo që do japi përfundimisht një zgjidhje të madhe trafikut atje, por normalisht kjo duhet kombinuar edhe me rrugët e ndërmjetme. Kjo duhet kombinuar edhe me një rrjet rrugësh në qytetin e Shëngjinit, sepse qyteti i Shëngjinit ka një dinamik thuajse 10 deri në 12 makina në ditë, për sa i përket pjesës së pikut të sezonit turistik. Por ama
jo vetëm sa i përket pjesës së fluksit të madh, por sa i përket pjesës së fluksit në akset e tjera, sepse lezha nuk është vetëm Bregdet. Lezha është një ndërthurje e jashtëzakonshme mes Bregdetit edhe malit. Pra, në një moment për 20 minuta mund të shku në një vend që është 300-350 metra, mund të shkosh të frekuentosh Zadrimen, mund të shkosh të frekuentosh Ishullezhën, mund të shkosh të frekuentosh komplet bujtinat e gjithë në pjesën e vargut të maleve që është rrugës së vjetër, pra praktikisht ka një dinamikë të jashtëzakonshme e cila në fakt ka marrë një hovë të jashtëzakonshëm edhe prej investimeve që Bashkia e Lezhës ka bërë në rrugët rurale që i quajnë në rrugët e fshatrave, sepse ka pas edhe vazhdon të ketë një dinamikë të jashtëzakonshme ditë për ditë. Shohim që i përurohen rrugë të reja, rrugë fshatras të cilat të bëjnë jo vetëm të shërbejnë qytetarëve atje, por të ketë edhe akses të shkuar në vendet ku potencialisht mund të zhvillohen agroturizme, mund të zhvillohen bare, restorante, etj. Pra ka pas një punë të jashtëzakonshme për sa i përket pjesës së infrastrukturës rrugore. Edhe kjo pastaj shoqëruar ne kemi ujësjellës 3 në Tale. Kemi po bëhet investimi i kanalizimeve ujëra të bardha në qytet. Kemi ujësjellës komplet në fshatrat Plan, Tresh, Zejmen, Markatomaj, pra në komplet njësinë administrative të Zejmenit, ujësjellës në Gocaj, po bëhet ujësjellësi në pjesën këtu në Mërqive, është bërë kërkesa për ujësjellësin Manati. Pra të dyja këto janë infrastrukturat me rrugore edhe ujore, për ujin ndjes, ujin e pishëm. Por ama problematika kemi me energjinë elektrike, që është një pjesë mjaft e rëndësishme, vëmendja themi drejtën ka qenë, por nuk ka qenë në lartësinë e duhur. Pra ne kemi zona të rëndësishme turistike, të cilat vazhdojnë akoma me rrjetin e 56-s apo 57-s, kur është bë elektrifikimi, nuk jam i qartë se kur është bë. Pra, ka mangësi të jashtëzakonshme, ka fidera të cilat vazhdojnë të jenë pa investime. Nuk është se janë bërë investime, por nuk janë bërë lartësinë e duhur edhe nuk ka vëmendjen e duhur që duhet kishte Lezhë në fakt, për shkak të dinamikës që ka me turizmin. Pra këtu gjithçka shkon jashtëzakonisht mirë dhe unison, por për sa i përket pjesës energjisë elektrike, është një gjë që ka mbeti fije mas postume, sepse nuk është se ka vëmendjen e duhur edhe nuk është në lartësinë e duhur investimet në energjinë elektrike se sa të tjerat. Që të tjerat kanë pas një hovë, kanë pas një zhvillim, sepse kanë pas edhe vëmendjen e qeverisë, por ama kanë pas shtyrjen e jashtëzakonshme bashkisë, qoftë me fondet e veta, qoftë me projektet që kanë marrë nga qeveria. Pjesa e energjisë elektrike që nuk i jep akses bashkisë, në fakt ka pas një mangësi për të qenë lartësinë e investimeve të tjera këtu. Deputet, krahas aktivitetit tuaj të përditshëm, jetës publike, punës, si e gjeni kohën për familjarët, për miqt, sa e rëndësishme është kjo për ju? Kjo është, faleminderit për pyetjen, kjo është shumë e rëndësishme. Po, gati desha të them që është shumë e vështirë ta gjesh kohën. Kështu në pamje të parë nuk të duket sikur ka një dinamik puna të qenurit deputet. Për shembull, nuk e di, unë jam antar i Komisionit Ligjeve, jam zëvendësues të Komisionit Ekonomisë, jam në Komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore, gjithashtu në Komisionin e posaçëm të reformës territoriale, praktikisht janë 4 komisione. Edhe kryetari i nën Komisionit për Administratën Publike pranë Komisionit Ligjeve, që praktikisht bëhen 5. Edhe se cila ton kohën e vet, po të them drejtën, unë të hënë martë më kur tajt prante jam në punë në parlament, në kryesinë e kuvendit. Që është ditë seance, ka një dinamik, gjithë se cila donat e kohën e vet, donat e përkushtimin e vet, edhe zakonisht kohët mundohen na me i gjetë në fundjava. Po kur vjen fundjava, pastaj duhet me gjetë një balancë mes detyrës, sepse ti detyrën e ke edhe në fundjavë, në fundjavë do të vish, do të takohesh me qytetarë, do të takohesh me shokët e miq, do të takohesh por ama edhe familjet e pjesën e vet. Them drejtë, nuk jam shumë i mirë për të bërë një llogaritje të mirë edhe për ta ndarë fiks si duhet kohën. Edhe në këtë rast i kam hyrë më shumë në hak familjes se sa ju kam hyrë tjerëve. Por kam idenë që është një gjë që mu personalisht më duhet ta ridimensionoj. Nuk e di se si e kanë zgjedhur tjerët, nuk e di si është sekreti, por ama unë nuk është se kam bërë mirë deri tash këtë pjesë. Kam qenë shumë i rrëmujshëm për sa i përket pjesës së ndarjes së kohës lirë. Nuk kam ditë ta shfrytëzoj mirë sa duhet. Edhe besoj se kjo është një objektiv që duhet t'ia vë vetes në sesionin e ri parlamentar që fillon shtator.
Nëse do të përshkruanit vete me 3 cilësi, cilat do të ishin ato, deputet? Shive, them të drejtën, unë nuk di të them cilësi për veten. Ndoshta cilësit mundet me thënë dikush tjetër, bashkëpunëtor të mi për vete. Por një cilësi që besoj është një cilësi për shembull që kam është fakti që unë nuk kam qef që të më kërkoj dikush llogari sepse e shoh veten mjaftueshëm të edukuar dhe punëtor që aty bëj punë të mirë pa më kërkuar llogari. Pra, domethënë, me thënë të drejtën, nëse do i vetosh do i ashusha vetes një cilësi që edhe unë ja kam kuptuar vetes mbrapa, ka qenë fakti që kanjëherë jam shumë i mirë për të ulë kryet e për të punu, mos edhe pa ba fjalë. Normalisht besoj edukatën të cilën ju kam marr prindërve, por edhe shoqërisë, sepse fatmirësisht kam pas lloj shoqëri me të cilët jam rrit, të cilët janë njerëz shumë të edukuar. Edhe u di përnder edhe atyre përveç prindërve normalisht, që u di përnder për gjithçka. Edhe nuk di të them cilësi, di të them cilësi të keqe, se si politikan nuk e shoh veten si politikan të mirë, se nuk jam aq burokrat sa duhet, sepse sa gjëra duhen pak diçka sistematike. Unë nuk jam shumë sistematik, edhe jam shumë pak burokrat. Edhe në fakt janë cilësi që duhet kisha dashur me i pas. Kështu që në qoftë se duhen të përgjigjem pyetjes tate, unë jam i gatshëm të them gjëra që si kam se sa gjëra që i kam. Deputet, dhe një pyetje të fundit, cila është ambicia juaj në këtë mandat? Në përfundim të saj, çfarë vule do doni që të keni lënë? Shive, kjo është pyetje shumë përgjithësuese. Praktikisht nëse ne duhet të themi se cila është kauza me të cilën ti ke vu kamën aty në atë parlament, dhe gjëja e parë që ke mendu nuk ka qenë kauza që ka mendu në fakt. Por ka shumë gjëra. Kësaj pyetjes nëse e përmbledhemi në një të veshta diçka që është shumë e rëndësishme si kauzë normale, edhe që në fakt shkon përtej meje edhe shumë përtej meje, edhe përtej kompetencave të mia, edhe shumë përtej kompetencave të mia. Por ajo gjëja që do kisha pas edhe do kisha dashur shumë që ta shifsha të zgjidhur përpara se unë me marru këtë mandat, ose përpara se me marru legjislatura e 11 që është tash, do ishte që unë edhe gjithë ne shohim drejtësi për 21 janarin, që nuk është çështje e parlamentit, por ama është çështje të cilën unë duhet të çoj zanin, sepse është një borxh i madh që ua kemi atyre njerëzve që u vranë mes të ditës, mes Tiranës me 21 janar. Deputet, shumë faleminderit që ishit me ne dhe faleminderit shumë për kohën tuaj, por edhe për këtë intervistë ndryshe. Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions.